antar. Rifillojmë mbledhjen të nderuar antar. Vazhdojmë me lidhjet online. Kemi në lidhje të drejt për drejt shkrimtaren Ana Kove. La dëgjon? Është online? Mirdita, ju urojmë një punë të mbarë dhe një përfaqësim dinjitoz në Vjenë. Faleminderit të gjithëve. Shkurtimisht, duke kursyer dhe kohën tuaj edhe të komisionit, pse duhet ju zgjedhim juve si anëtare të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar? Atëherë të nderuar, më lejoni ta nis pak a shumë në invers pyetjen pse duhet të mos jem anëtare të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Tek këtë pyetje ja bëra vetes. Pse duhet të zëm hapësirën dhe minutazhin? S'duhet të jem për disa arsye, sepse nuk jam mjaftueshëm e re për aq sa të kërkon energji, rivitalizimi i bordit drejtues të Radio Televizionit Shqiptar, dhe ndoshta jam në pragun e fundit të energjisë që kërkon përkushtimi i bordi, sepse ndoshta planshmëria ime politike më bën të mos jem shumë e njohur, le të themi, në njerëzit që votojnë aty, por unë i takoj një familjeje që ne na bën ndoshta të njohur post mortum dhe jo në gjallje. Për të mbrit tashitë e fakti, sepse duhet të jem, duke qenë se i takoj disa familjes të madhe të krijuesve, shkrimtarëve, përkthyesve, atyre që në profesionin e tyre bëjnë jetë murgu dhe nuk kanë një sens të zhvilluar protagonizmin, e kam shumë të zorshme të them se duhet të jem unë, sepse ne lem, si thuash, disa punë dhe vepra që na bëjnë të dukshëm më tepër me fjalë së shkruar sesa asaj të folur. Por gjithsesi, unë mendoj se mund të shërbej në rivitalizimin dhe ngritjen e një bordi të ri drejtues për disa arsye. Për faktin e formimit tim, jam shkolluar dhe kam mbaruar studimet master për media dhe komunikim ndërkulturash në një universitet shumë të njohur të Gjermanisë, por edhe për hir të formimit tim, le të themi, juridik dhe kontributit që kam dhënë shpesh në administratën publike, duhet dikur të lexoj. Kam një pikë të fortë, atë të punës në grup, pavarësisht sepse thash modestisht nuk kemi ne një sens të zhvilluar, kemi dim të bëjmë këtë apo atë gjë, natyrisht mund të krijoja dhe hartoja edhe një platformë, po unë e di që pjesëmarrja në një bord është punë në grup, dhe ti natyrisht duhet të nënshtrohesh vendimarrjes kolektive, dhe kjo vjen mbi bazë një përgjegjësie profesionale dhe të dish të lexosh ligjet, të dish të lexosh atë çka kërkon pjesëmarrja jote në një bord të kësaj natyre dhe në një rëndësi të veçantë. Ajo që unë dua të theksoj tjetër është se njerëz të ngjashëm me mua i bëjnë apo njerëz që i inspirojnë në fushat nga unë i bëjnë, le të themi, një shërbim shumë të madh ekipit, sepse ne jemi mësuar të ngrejmë projekte në ekip, jemi mësuar të matim, si thuash, rezultatin e projektit që në ngjizje të tij dhe jo të tentojmë e të guxojmë pa marrë parasysh se ku do të jetë fundi, si shumë herë kemi parë realisht që kanë ndodhur në borde e institucionesh publike. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe ndjes për papërshtatshmëri. Faleminderit shumë. Mirupafshim.
Atëherë vijojmë me kandidatin e radhës, zoti Artur Zonja, e kemi online. Zoti Zonja, besoj na dëgjoni? Po, ju dëgjoj. Po, faleminderit për aplikimin tuaj. Dhe ne si komision jemi njohur me dokumentacionin, me CV-n tuaj, me karrierën tuaj. Prandaj do t'ju lutesha që të fokusoheshit vetëm tek arsyet pse keni aplikuar për këtë pozicion dhe çfarë mendoni se do të sillni të re në Këshillin Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Ju lutem, maksimumi i kohës për shkak të numrit të madh të aplikimeve është 5 minuta. Fjala për ju. Patjetër do ta respektoj. Së pari jam i keqardhur se s'ndodhem aty që të kontaktonin direkt, megjithatë vlerësoj këtë që ju po mundësinë që ju më jepni të prezantohem nga lart nga Amerika. Tani sigurisht që pyetja e parë kjo është pse unë duhet kandidoj ose pse kandidoj dhe çfarë mund të japim Këshillit Drejtues. Tani unë kam një përvojë të gjatë, veçanërisht në mediat që kanë të bëjnë me informacionin, nuk e parë të CV-a, por e para fare që duhet të theksoj është se unë e dua shumë atë institucion, kam punuar para 20 vjetësh dhe them që ka qenë një përvojë e shkëlqyer e cila më ka ndihmuar pastaj edhe në median private, po jo vetëm mua, shumica e gazetarëve sot në treg dhe të shquar kanë ardhur nga ai institucion. Dhe me keqardhje them se të gjitha mediat private kanë nisur shumë përpara, ndërsa radio televizioni shqiptar ka mbetur mbrapa në tregun mediatik. Dhe mendoj një nga arsyet ose ky është gjykimi i është se ka një marrëdhënie jo të mirë të Këshillit Drejtues, ku ne mund të kontribuojmë nëse zgjidhemi me drejtuesit e këtij institucioni. Pse e them këtë? Brenda pak viteve janë shkarkuar 4 drejtorë të përgjithshëm. Dhe unë mendoj se kjo vjen nga mungesa e një rregullore ose një ligji i cili të përcaktojë marrëdhëniet midis Këshillit Drejtues dhe drejtuesve të institucionit, sepse shpesh anëtarët e Këshillit Drejtues marrin pozicionin e drejtuesit të institucionit, kur në konceptin tim kjo marrëdhënie është marrëdhënie këshilluese dhe në disa raste kontrolluese. Pra, në ana e legislacionit do ndikoj që të ndryshoj. Për sa i përket programacionit, unë dëgjova dhe kolegët e mi ose kandidatët për anëtarët e Këshillit që dikush thoshte duhet të ketë prioritet informacioni, dikush duhet të ketë argëtimi, dikush kultura, sipas interesit që ata të kandidojnë. Unë mendoj që këto duhet të jenë të dyja në të njëjtin nivel. Pse? Mendoni sikur ne të kemi një edicion informativ të shkëlqyer. Dhe ai është në një boshllëk, sepse që të shohësh një edicion informativ, duhet që ta paraprin një emision më përpara. Të paktën kështu në gazetari quhet menaxhimi i mediave elektronike. Ose mendoni që nga ana tjetër thjesht duke parë lajmet edhe thua, do ta ish tani sepse lajmet i pash në një X televizionit. Tani ka dhe një gjë, televizioni shqiptar nëse mobilizohet mund të bëjë programe shumë të mira, por kjo në gjet me atë të një anviste e cila në një festë familjare gatuan shumë mirë për në mbërësira dhe por misioni i gruas në familje është që të ushqej familjen ditërtit. Ne nuk kemi të realizuar në televizionin publik shqiptar atë që quhet programi ditor. Nuk ka një program i cili ta orientojë shikuesin dhe thotë, në ora kaq tani është kjo. Dhe tjetra është se unë gjykoj gazetarët, krijuesit që janë në televizionin shqiptar kanë nevojë që të updatohen me mënyrën e re të shkruarit të lajmit ose të realizimit të emisioneve. Dhe përveç kësaj e fundit që mos gjatë. Përveç kësaj televizioni shqiptar po vazhdon të bëjë një gabim që nuk po prodhon gazetar, nuk po prodhon krijues të rinj. Ne shikojmë plot dhe ju e shikoni plot. Për shembull një nga televizionet pa e përmendur promovon bën spektaklin dhe pastaj pjesëtarët e saj promovon në emisione të tjera dhe kështu i ka rritur që qoftë në radio, qoftë në televizion. Mendoj që me eksperiencën time mund të ndikoj në ndryshimin e gjërave të tjera. Ju falenderoj dhe më falni, nuk besoj. Edhe ne ju falenderojmë shumë. Nëse kolegët kanë ndonjë pyetje, janë të ftuar. I mirëpres.
Atëherë nuk ka pyetje, ju falenderojmë shumë për prezantimin tuaj dhe ju urojmë shumë suksese. Punë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit, ditë në mirë. Dhe ndërkohë vijojmë me zonjën Zamira Kita në lidhje online. Zonja Kita, na dëgjoni? Po ju dëgjoj, nuk e di si më dëgjoni ju. Po, dhe ne ju dëgjojmë dhe ju shikojmë shumë mirë. Në radhë të parë ju falenderojmë për aplikimin tuaj. Jemi vërtet shumë të nderuar që të kemi kandidat që sigurisht I bëjnë nder edhe Këshilli Drejtues Radio Televizionit Shqiptar, po dhe Kuvendit të Shqipërisë. Kështu që ne jemi njohur, nuk ka nevojë për prezantim sepse të gjithë ju njohim nga karriera juaj, nga kontributi juaj në skenë, në art. Kështu që do t'ju lutesha që për një kohë 5 minuta maksimumi të na prezantoni arsyet pse keni kandiduar dhe çfarë mendoni që do të sillni ju të re në Këshillin Drejtues Radio Televizionit Shqiptar. Çfarë mendoni ju se duhet të ndryshoj apo duhet të përmirësohet në këtë institucion? Fjala për ju. Faleminderit shumë. Ju falenderoj që e pranuat dëgjesën time online, meqense për arsye familjare nuk ndodhem aty. Do të kisha shumë kënaqësi të isha pranë jush nga afër, edhe më të lehtë do ta kisha edhe për të folur. Gjithsesi, me fjalët e bukura që më thatë, më lehtësuat pak edhe emocionin që kisha në këtë moment. Ju më njihni si aktore, sigurisht nuk ka nevojë fare të zgjatem. Disa për jush edhe si drejtuese e disa institucioneve, por unë mendoj se duhet të jem pjesë e Këshillit Drejtues të Radio Televizionit për disa arsye, të cilat janë të thjeshta. Së pari unë kam qenë punonjëse e këtij institucioni, kam punuar aty në redaksinë e emisioneve artistike, dhe përveç emisioneve artistike kam patur gati 2 vjet kontratë me këtë institucion, ku kam punuar me shumë devotshmëri dhe I kam prekur nga afër të gjitha problematikat edhe punët e bukura. Kam qenë pjesë e koncerteve të mëdha në Pallatin e Kongreseve të realizuara nga Radio Televizioni Publik Shqiptar, pjesë e prezantimit të festivaleve popullore në Teatrin e Operës dhe Baletit, pjesë e filmave që janë realizuar nga Radio Televizioni Publik Shqiptar. Pra, si thua e kam prekur nga afër atë institucion. Do më pëlqente shumë që përvojën që unë kam, jo vetëm si një artiste, por dhe si një drejtuese dhe menaxhere, ta bëj edhe këtu si pjesë, si antare e Këshillit Drejtues Radio Televizionit. Unë kam drejtuar nga viti 2007 deri në vitin 2013 vetëm teatrin Andon Zako Çajupi, dhe nga 2013 deri në ditët tona vazhdoj të drejtoj një institucion shumë të madh të rëndësishëm kulturor që edhe media ne ka pjesë brenda, sepse na është dashur gjithmonë të punojmë dhe të reklamojmë punët tona, siç është Qendra e Artit dhe Kulturës, ku përfshihen disa institucione: teatri, Biblioteka e Qytetit Korçës, përfshihet Qendra Kulturore, Biblioteka e Fëmijëve dhe 2 muzeume, Muzeu Bratko dhe Muzeu Gjon Mili. Unë duhet të them që në drejtim kam ndeshur shumë vështirësi, por jam përpjekur t'i kaloj sigurisht edhe me mbështetjen e stafit. Duke përmendur këtë, dua të them që nëse flasim për Radio Televizionin Publik Shqiptar, historia e tij nuk do të fillojë tani që ne do të jemi antar të këtij këshilli. Sigurisht në televizionin shqiptar janë bërë punë të mira dhe është bërë një përpjekje për të ecur përpara. Ajo që unë kam fituar nga përvoja është një nga gjërat kryesore që unë do të them, është bashkëpunimi me të rinjt ose orientimi drejt të ardhmes, drejt të rinisë. Si do të shkojmë ne dhe si do ta bëjmë këtë institucion më të prekshëm nga të rinjt. Unë mendoj që është një nga pikat kryesore, sepse unë kam provuar në institucionin tim që duke u marrë me rinin, duke I prekur nga afër ata, ne kemi ngritur shumë edhe cilësinë, edhe nivelin, edhe të ardhmen e institucioneve tona. Si të thuash, kemi siguruar ata që do të kenë vazhdimsinë. Unë nuk e mendoj që nuk jam në kohën dhe moshën për të kontribuar. Jam sepse kam përvojën. Kam përvojën dhe besoj që kam edhe energjinë. Kam edhe njohurinë që ta jap kontributin. Jam një natyrë mirëkuptuese, bashkëpunuese që do ta kem këtë gjë me të gjithë anëtarët e Këshillit Drejtues, ku do të jap mendimet e mia dhe do të mirëpres të kolegëve. Të shpresoj që të jemi të gjithë së bashku, të gjejmë gjuhën e bashkëpunimit dhe Radio Televizionin Shqiptar ta çojmë më përpara. Edhe një tjetër fushë ku unë mendoj që duhet fokusohemi është dhe investimi në infrastrukturë, në studiot e Radio Televizionit, në aparaturat e reja, sepse edhe këto do të sjellin, do të prekim shumë inovacionin, terren dhe do të shkojmë përpara.
Këto janë disa nga gjërat që dua të them në kaq pak kohë sa ju jepni. Zonja Kita, ju falenderojmë shumë, prezantimi shumë i qartë, shumë konciz. Nëse kolegët kanë ndonjë pyetje, mund t'ju a bëjnë tani. Atëherë nuk pas kemi, kështu që ju falenderojmë edhe ju urojmë shumë suksese. Ditë të mbar, punë të mbar. Faleminderit. Dhe me zonjën Zamira Kita, në fakt përmbyllen dëgjesat për antar të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Dhe ne kalojmë menjëherë në pikën e dytë të mbledhjes, që është seanca dëgjimore me kandidatët për kryetar të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Kandidatin e parë e kemi në lidhje online për arsye shëndetësore. Është fjala për zotin Helidon Haliti, të cilit ja japim menjëherë fjalën për të bërë edhe ai prezantimin e tij. Zoti Haliti? Ju kemi në lidhje? Po, ju dëgjojmë. Ju lutem hapni dhe kamerën që t'ju shikojmë gjithashtu. Po, zoti Haliti, faleminderit. Faleminderit shumë për kandidimin dhe ju urojmë të shkuara, me që për arsye shëndetësore nuk arritë do të jeni këtu, të pranishëm fizikisht. Ne ja u kaloj me njëherë fjalën, duke ju thënë që e kemi aplikimin tuaj, e kemi dokumentacionin, CV-n, gjithçka, dhe do donim që vetëm për një kohë zgjatje 5 minuta ju të prezantoni cilat janë arsyet pse keni kandiduar për pozicionin e kryetarit të Këshillit Drejtues Radio Televizionit Shqiptar, çfarë mendoni që duhet të sillni ndryshe, çfarë ndryshimesh mendoni se janë të nevojshme, pra gjithçka që ju mendoni të arsyeshme që duhet të na e bëni të ditur për aplikimin tuaj. Menjëherë fjala për ju dhe faleminderit. Duke ju falenderuar që pranot kërkesën time, megjithëse temperatura ime lartë është një argument në fakt për të bërë të kundërtën në Këshillin Drejtues. Shumë temperaturat të larta vitet e fundit, të cilat në fakt ranë në sy dhe krijohen një disharmoni dhe një kakofoni deri do të thosha në ekstremitet ku harmonia brenda stafit, megjithëse keni parasysh që unë kam qenë antar i Këshillit Drejtues për 6 vjet dhe rrugtimi im u ndërpre pikërisht për shkak të temperaturat larta që ngriten pranë jush, atje ku hidhesh boj në institucionin tuaj dhe digjej parlamentin nga jashtë, u detyrova me sa duket që ndërkohë që ishim aprovuar 3 nga kandidatët, pikërisht rrugtimi im të ndalonte dhe mendova se jo të kontriboj sadopak në atë që quhet frym. Frym sepse ne jemi një popull që i kërkojmë të hyjmë në Europë, por të gjithë të intervistuarit e mi në fakt, për shkak sepse unë bëj një emision shumë interesant në Radio Televizionin Shqiptar, janë jashtë Shqipërisë dhe ndodhen në Europë me kuptimin e pasaportave, ndërkohë që Shqipëria dhe shqiptarët brenda saj nuk ndodhen në Europë. Unë mendoj se në rast se institucioni arrin merr trajtën e atij që drejton, kjo do të ishte mjaftueshëm e ashtu quajtur frym. Këshilli Drejtues është një segment në fakt i cili mundet në shumë siç është në shumë vende të botës, të rrinte në hije dhe të këshillonte, duke evidentuar pikërisht dhe duke aprovuar një staf dinjitoz. Që nga kërkesa të ti ke pranuar që drejtorin e përgjithshëm do ta zgjedhësh ti me votën tënde, pse jo mos të pranosh verdiktet, lëvizjet e tia dhe të kesh besim tek drejtori i përgjithshëm dhe tek i gjithë stafi që ai bën. Duke pas parasysh që aty ka një trup prej 35 vjetësh dhe unë e di shumë mirë që për shkak të lëvizjeve të shumta ai trup në mënyrë çuditshme mundej të dukej si freskët, por është tej i kalbur. Mendoj që ka shumë problematika që mund të zgjidheshin vetëm me një konsensus, sepse ky është ligji i parë konsensual i 2 partive të mëdha për zgjidhjen pikërisht të antarëve të Këshillit Drejtues dhe më pas kryetarit i tij që do të prodhoj padyshim konkursin dinjitoz siç ne bëm para shumë vitesh
dhe zgjodhen një drejtor I cili kishte një rrugtim, do thosha, fatal, më mbas. U ndos izoluar në Burg, dhe më pas, siç e dini ju vetë, vjen dhe Strasburgu që thotë që duhet patjetër të gëshetojmë formën e përmbajtjes. Unë duke qenë se jam artist dhe kam një eksperiencë shumë të madhe në gjithë botën, do thosha, pikërisht në organizimin e bienaleve të ndryshme, apo të Mural Festes që dini, apo pse jo dhe sfundmi si pedagog në Universitetin e Arteve dhe pranë radiolizionin shqiptar, në cilin nuk kam dalë për parë pikërisht në vitet 88, me kontributin tim që kishin atë kohë si një student I ri, dhe sot ndodhem dhe si një autor programi, por vendos pse jo, në rast se do pranoj kontributin talia të programit të cilin e ndjej shumë pikërisht për të shërbyer punëtorëve, sepse në fundit Radio Televizioni Shqiptar e them me shumë sinqeritet I takon atyre. Dhe në rast se ata do të ishin mbi drejtuesit, por duke respektuar hierarkinë absolute të tyre dhe drejtat të tyre, ata janë profesionistë të mrekullueshëm. Ata I prish disharmonia jon, ku secili nga ne bën atë, si më thënë, komandantin, atë gjelin mbi dem, dhe këtu hyn egoizmi absolut I pikërisht I temperamentit tonë të shqiptarit. Pra, leadershipi duhet të kuptojë një gjë që në rast se nuk respekton hierarkinë, atëherë nuk është askushi. Kështu që aty ka pikërisht punëtorë të shkëlqyer që kanë 35 vjet që kontribuojnë, por me ardhen e çdo drejtori të ri ndjen gjithmonë të ngërsu. Unë jam mirë, atë staf mendoj, kam qenë në këshillin drejtues dhe isha me një profil të ulët, pikërisht me kuptimin që nuk doja të tregoja që ata që më kishin intervistuar para 20 dhe sa vjetësh dhe më dhanë tribun, unë të dilja mbi ta. Shpeshherë vendosëm që të bënim mbledhje, padyshim, jo me stafin drejtues, por pikërisht me ata punëtorë thjesht, dhe problematikat ishin jashtëzakonisht mëdha. Ndërkohë që secili drejtor padyshim ka vënë atë standardin e tij, sepse unë kam respekt për kontributin e tyre dhe sigurisht për çdo gabim që secili bën merr penalitetin. Zoti Aliti, po, mendova se mbaruat? Po, mendova se mbaruat? Po. Jo, mendoj me që rrugtimi im u la përgjysëm, mendova që nuk më pëlqen që disa gjëra t'i lë si pikturë e pambaruar. Kjo është I gjithë. Jo, mund ta përfundoni, keni të gjithë kohën tuaj. Po, mirë, ju falenderojmë shumë, edhe të shkuara, shëndeti I pari, ndërkohë ju urojmë suksese. Faleminderit. Faleminderit. Ndërkohë, të nderuar koleg, me prezantimet online përfunduam, një ndërprerje shumë e shkurtër, vetëm pak minuta për të rikthyer me prezantimet. Nëse janë gati, atëherë cili është kandidati I radhës? Atëherë, vijojmë me zotin Martin Leka, kandidat për kryetar në Këshillin Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Mirdita, mirë se erdhët, zoti Leka. Ju falenderojmë shumë për kandidaturën tuaj. Po, mund të uleni aty. Jemi ne sigurisht ju njohim si personalitet për punën tuaj, për kontributin tuaj, që lidhet ngushtë me Radio Televizionin Shqiptar, ndërkohë që dhe dokumentacionin e kemi të gjithë përpara në dispozicion. Kështu që do të kërkoja që brenda kohës që kemi vënë në dispozicion për gjithë kandidatët, rreth 5 minuta, të fokusoheni më shumë, jo në CV-n tuaj, sepse atë e kemi, por në çfarë mendoni ju se duhet të ndryshojë në Radio Televizionin Shqiptar. Po, fjala për ju, zoti Leka. Faleminderit shumë, e vlerësoj komisionin për të dëgjes. Sigurisht ju keni gjithë dokumentacionin si vintime, unë s'do ta përmend, por do t'i përmbahem kohës. Unë kandidoj
për kryetari i Këshillit Drejtues të Televizionit Shqiptar për këto arsye. E para dhe që është më e rëndësishmja sepse e dua. Nëse do ta doja vetëm për një pagë, unë nuk do të kisha punuar asnjëherë jo vetëm në Radio Televizionin Shqiptar, por në asnjë organ tjetër mediatik. Ashtu siç kam punuar dhe dini të gjithë që në themelimin e gazetës Shkoha Jonë në shumë media tjera nuk ka nevojë ti përsëris. E dyta, sepse më bën të kandidoj eksperienca ime në Radio Televizionin Shqiptar prej 17 vjetësh. Kam kryer detyrën e drejtorit të Radio Tiranës në vitet 1997 deri në 2002, kam pas një pauzë më pas prej 8 vitesh dhe në fillim të vitit 2010 me një qeveri tjetër kam filluar punë si zëvendës drejtor i përgjithshëm i Radio Televizionit Shqiptar, duke kryer të gjitha detyrat e ndryshme deri edhe drejtor në detyrë. E treta, më bën të kandidoj formimi i duhur profesional si gazetar në ato media që e thash dhe mendoj që ju i njihni. Për këtë, më duhet të falenderoj publikisht departamentin e gazetarisë që u bë propozimi dhe posaçërisht shefin e departamentit Iris Luarasi dhe dekanin Mark Marku. Tani rëtë shëja, unë mendoj që ka nevojë për një reformë të thellë dhe kjo vjen pasi të paktën në 3 vitet e fundit, mendoj që e them me dhimbje, me keqardhje, duke punuar 17 vjet në atë institucion, që ka arritur, nuk po them fundin, po drejt fundit. Janë zhdukur kolonat kryesore që kanë të bëjnë me burimet njerëzore dhe me shumë gjëra tjera që kanë lidhje me Radio Televizionin Shqiptar. Dhe kjo reformë, mendoj unë, duhet të nisë në disa aspekte ku Këshilli Drejtues ka detyrën të udhëheqë me ligje dhe vendimmarrje, por nuk duhet në asnjë mënyrë të bëhet pjesë e administratës së Radio Televizionit Shqiptar, siç është tentuar shpesh të bëhet edhe kur unë kam qenë. Madje, unë mendoj që Këshilli Drejtues, përveç një zyre për mbledhjet e përmuajshme apo sa herë ka nevojë, nuk duhet të ketë asnjë zyrë tjetër në Radio Televizionin Shqiptar dhe antarët e Këshillit Drejtues nuk kanë asnjë arsye edhe pse të shkojnë në Radio Televizion Shqiptar ditë për ditë të shëtisin koridorëve zyreve duke intimiduar punonjësit e administratës që nga drejtori i përgjithshëm me radhë. Pra, detyrat janë të ndara. Këshilli Drejtues vepron sipas ligjit dhe ndaj unë mendoj që reforma e parë fillon me reformën ligjore për të bërë ato rregullime të domosdoshme që kanë lidhje me veprimtarinë e Këshillit Drejtues të gjithë piramidës me pas strukturës organizative të Radio Televizionit Shqiptar, me rregullore dhe me akte të tjera që rregullojnë gjithë punën e institucionit të Radio Televizionit Shqiptar. Problemi tjetër më i madh dhe reforma tjetër mendoj unë që duhet të fokusohet tek programacioni. Sot ne ende kemi një ligj që e ka humbur edhe radion si nocion, edhe televizionin si nocion. Unë e di që ka RAI, por ne nuk mund të kopjojmë RAI, sepse RAI ka edhe radio RAI, edhe RAI 1, RAI 2, RAI televizion. Kështu që ne e kemi humbur nocionin e televizionit. Është bërë në ligj, në statut, që quhet Drejtoria e Programeve Radio Televizive. Në fakt, nuk duhet të jetë kështu sipas meje.
sepse ndahen detyrat dhe sa më shumë detyra të ndaj drejtori i përgjithshëm, fjala vjen, dhe me sa më shumë ekip të punoj, aq më efektiv do të jetë edhe puna e tij. Përveç tjerash, unë mendoj që radio televizioni shqiptar ka dy asete nga më të rëndësishmet që mund të jenë në Shqipëri dhe që s'kan lidhje vetëm me mediat. Aseti i parë është arkiva e radio televizionit. Ju nuk mund ta imagjinoni se çfarë arkive dhe çfarë vlere ka radio televizioni shqiptar. Aty është zëri i Nën Terezës, është zëri i Fannolit, është zëri i Tefta Tashko Koqës, është zëri i Naim Frashit, aktorit famshëm, e tjerë për një plejat të tërë artistësh, politikanë e tjerë, sigurisht, është zëri gjithë politikanëve që nga Ahmet Zogu e të tjerë nuk po i përmend. Të tjerë deri tek këta të fundit që janë Sali Berisha dhe Edi Rama. Pra, janë arkiva është një objekt i madh, jo vetëm studimor dhe historik, por edhe një objekt për t'ia vënë publikut në forma nga më të ndryshme që ai t'i di. Sepse edhe unë kur kam shkuar për herë parë në radio televizion, nuk i kam ditur gjithë këto gjëra që ka radio televizioni shqiptar. Për të relaksuar pak vetën fakt, jo ju, po ju tregoj një histori shumë të çuditshme. Se sa e madhe është radio televizioni shqiptar si institucion. Për herë të parë kam hyrë në atë godinë në gusht të vitit 1997. Kur më bën prezantimin, shkova dhe gjëja parë, kur ishin mbledhur shefat e departamenteve, në krah gjeta Agron Çobanin, ikonën e radio televizionit shqiptar. Dhe aty, sa po e pash, thash vetëm të fjalë. Ju lutem, kam shumë dëshirë t'ju jap një kafe, sepse unë nuk kam çfarë them kur kam Agron Çobanin, që nuk e kam thënë kur dhe nuk mund ta quaj avartës. Dhe kështu është historia e parë. E dyta është që pasi bëra prezantimin, nuk gjeja dot zyrën. Se më lanë ai që më prezantoi me studio dhe tjera, më la diku edhe unë nuk gjeja zyrën time. Zyrën e drejtorit. Kam pyet 7 veta për të gjetur zyrën e drejtorit. E thashtë në formë batute për të thënë se sa e madhe dhe sa e rëndësishme është radio televizioni shqiptar. Aset tjetër shumë i rëndësishëm është orkestra simfonike, e kanë thënë shumë njerëz. Unë kam eksperiencë të jashtëzakonshme me orkestrën simfonike dhe po ju përmend vetëm një fakt. Lucio Dalla, i madhi këngëtar italian, zgjodhi kur unë isha drejtor, sigurisht me bisedime e tjera, orkestrën simfonike të radio televizionit shqiptar për të bërë koncertin recital. Kemi bërë një turne një javor në Itali dhe momenti më i rëndësishëm, paktën artistik i jetës time ka qenë që orkestra simfonike radio televizionit shqiptar në udhëheqjen e të famshmit Ferdinand Deda ka bërë koncertin e Lucio Dallës në Piazza Duomo të fundit me 100.000 veta në shesh. Është bërë edhe film, dokumentare tjera, por kjo është për të përmendur asetet që ekzistojnë në radio televizion shqiptar. Po ashtu një aset shumë i rëndësishëm është Festivali i Këngës në radio televizion, i cili unë vetë kam pas fatin ta drejtori 12 herë, nga të cilat 10 herë e kam dërguar Shqipërinë në finale. Jam i lumtur që kam qenë drejtor kur Shqipëria ka zënë vendin e 5, rekord që nuk është thyer akoma, dhe unë uroj që të thyhet sa më shpejt. Dhe për këtë mundësit mendoj që janë. Reforma tjetër që mendoj që duhet të bërë është ajo teknologjike. Prap fati ndoshta më ka gjetur të jem bashk firmues me qeverinë shqiptare në
digitalizimin e radio televizionit shqiptar prej 22 milion eurosh. Sigurisht firma ime ka qenë vetëm si përfitues në emër të radio televizionit shqiptar. Tendrin e ka bërë qeveria para kësajt, e finalizoi kjo. Nuk ka farënësi, por problemi është që këtu filloi revolucioni teknologjik. Ka mbetur në hije sepse baza është, por ne nuk kemi shtrije në OTT, në live stream e të tjera në radio televizion, dhe kjo tregon që aty duhet një punë shumë e rëndësishme për të bërë. Reforma tjetër është reforma ekonomike, që ka të bëjë me shumë probleme të tjera, por që problemi kryesor është lista e paga, dhe këtu them që radio televizioni shqiptar duhet t'i menaxhojë. Unë flas edhe nga eksperienca duke punuar dikur në kohën e Qametit në Bankën e Lezhës. Unë mendoj që efektiviteti ekonomik është një komponent shumë i rëndësishëm, sepse mundësit janë. Në vitin 2016, kur i kam dorëzuar detyrën 2017, kur i kam dorëzuar detyrën drejtorit të përgjithshëm që më zëvendësoi, e kam dorëzuar me 6 milion euro para kesh në llogarinë e radio televizionit shqiptar. Unë në fakt i kisha destinuar për arkivin e radio televizionit shqiptar, por u përdorën për digitalizimin dhe mirë u bë. Dikush tjetër, ndoshta mund t'i kishte përdorur për tendera të ndryshëm, por unë të shembull e dhash për të treguar që mundësi ka. Sot është e dhimbshme që të kuptosh që në radio televizion në fashën e reklamave ditore ka vetëm një reklam me pagesë. Ajo është e një kompanie celulare, s'po ja përmend emrin për efekt reklame, dhe të gjitha të tjerat janë emisione që bën përsëritjen ditë pas dite. Nuk ka asnjë reklam tjetër në radio televizion. Kjo tregon se sa poshtë jemi me efektivitetin ekonomik të radio televizionit shqiptar, por kjo fillon që nga emisionet. Zoti Leka, për respekt ne ju lejuam një kohë dyfish më të madhe se kandidatët e tjerë, po do t'ju lutesha që ta përmbyllim sa më shpejt. Si përfundim, edhe për të kursyer kohë, dhe unë ju falenderoj shumë për kohën që më dhat, unë mendoj që duke qenë që formula e zgjedhjes së Këshillit Drejtues është bërë e tillë në ligj që 5 duhet të jenë me pëlqimin e opozitës, 5 me majorancës, unë mendoj që kryetari i Këshillit Drejtues, i cili bën diferencën vetëm me një vot, të ishte sa më konsensual, dhe unë e dua këtë konsensus. Në të kundërt, unë mendoj që nuk është e përshtatshëm, sepse jo vetëm që nuk dua të jem njeri politik, po dua, siç kam treguar, që kam punuar edhe me qeverinë e zotit Rama, edhe me qeverinë e zotit Berisha, të jem i tillë edhe nëse kuvendi vendos ta pranoj së pari kandidaturën time dhe në fund ta zgjedh. Ju falenderojmë shumë dhe ndjes për kohën. Edhe ne ju falenderojmë për gjithë prezantimin, edhe për sugjerimet së fundmi, me të cilin sigurisht pajtohemi plotësisht. Po, fjalën e ka kërkuar zonja Lindita Nikolla. Vetëm 2 konsiderata. Patjetër që Martini është një personalitet i fushës, i njohur dhe njohës i mirë i letrave veprimtarisë të televizionit shqiptar, edhe besoj që duke njohur mirë problematikat që televizioni shqiptar ka, do të jetë një aset edhe në detyrën e kryetarit të Këshillit. Unë ju falenderoj jashtë zoni shumë, të njëjtin respekt zoni edhe ju dhe gjithë anëtarët e komisionit. Jam shumë i lumtur që komisioni në këtë radhë ka qenë në lartësinë jo vetëm të detyrës publike, po edhe ka qenë shumë racional me gjithë strukturën deri tani që ka bërë për radio televizionin shqiptar, dhe jam i lumtur për këtë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë zoti Leka. Ju urojmë shumë suksese dhe do të njoftoheni pas vendimarrjes së këtij komisioni. Ndërkohë ne vijojmë me zotin Alfred Dalipi.
Përshëndetje, zoti Dalipi, shumë faleminderit për aplikimin tuaj. Ne në fakt jemi njohur me CV-n tuaj, në fakt ju jeni edhe personalitet i njohur, kështu që besoj kolegët nuk kanë shumë nevojë të lexojnë CV-n tuaj, por ne për efekt kohe, duke ju falenderuar vërtet për aplikimin, do të kërkonim që në prezantimin tuaj të fokusoheni tek arsyet që ju kanë çuar drejt këtij kandidimi, çfarë mendoni ju se duhet të përmirësohet në punën e Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar, çfarë risish mendoni që do të sillni dhe gjithçka tjetër që ju e mendoni të arsyeshme. Kështu që fjala për ju. Atëherë, unë nuk po e konsideroj si një platformë pasi kryetari i Këshillit Drejtues është pari inter pari, është i pari mes barabartë dhe nuk është se ka rol të themi përcaktues, por ka rol orientues patjetër dhe kontribues në ecurinë normale të një institucioni siç është Radio Televizioni Publik Shqiptar. Ngacmimi, me thënë të drejtën, ka qenë vendimarrja e Kuvendit të Shqipërisë mbi një shkarkim on blok që ju bë Këshillit Drejtues të Radio Televizioni Shqiptar, një vendimarrje pa precedent në eksperiencën time dhe një orientime do të thënë mbi funksionimin e këtij institucioni, por që fatkeqësisht ishte e duhura. Në një kohë konfirmoj edhe se Radio Televizioni Publik Shqiptar si transmetues publik është në një emergjencë institucionale dhe padyshim do të thënë në një nevojë për reforma të thella strukturore, që do të thotë që këto reforma të thella strukturore janë të nevojshme për ta imunizuar dhe për të ngritur instrumenta mbrojtës në raport me fenomene që kanë shoqëruar në konfliktin e interesit, në zbatimin e vendimarrjes, në zbatimin e legjislacionit dhe në mosmarrjen e vendimarrjeve, të cilat kanë sjell për fat keq për një periudhë jo të vogël edhe konstatimet që ka bërë Kuvendi i Shqipërisë në rezolutat e njëpasnjëshme. Shpresoj me aq që njohuri sa ka mbi rezolutat e 2-3 viteve të fundit që përsëritja nga ana e Kuvendit të Shqipërisë lidhur me transparencën e vendimarrjeve të strukturave drejtuese të RTS-s, Këshillit Drejtues, Bordit të Administrimit, Drejtorit të Përgjithshëm, publikimi i tyre dhe njohja që duhet i bëjnë publikut, është një shqetësim i cili padyshim në këndvështrimin tim dhe njohjen e ligjit i takon Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar, sepse ai është instrumenti ndërmjetës dhe që Kuvendi i Shqipërisë i ka ngarkuar zbatimin e ligjit dhe të funksionimit të Radio Televizionit Publik Shqiptar. Në këtë këndvështrim orientimi drejt reformave të thella strukturore dhe kalimi në një nivel tjetër drejtimi do të thënë tyre do të kërkonte patjetër edhe disa element thelbësor siç janë integriteti moral dhe profesional, që do të thotë përfaqësuesit e Këshillit Drejtues duhet të kenë një uri them ka bërë përshtypje këtu do të bëj një intermezzo edhe deklarata nga përfaqësues të Këshillit Drejtues që ne nuk jemi juristë se njohim ligjin. Patjetër që prezenca dhe zgjedhja mandatimi nga Kuvendi i Shqipërisë për një detyrë siç është antari i Këshillit Drejtues apo kryetari i Këshillit Drejtues ngarkon këdo dhe është përgjegjësi dhe e Kuvendit tek përzgjedhja që antarët dhe kryetari të kenë një uri të mira të legjislacionit të referues për aktivitetin e Radio Televizionit Publik, që do të thotë duhet të ketë një uri të mira lidhur domethënë me ligjin për menaxhimin financiar, duhet të ketë një uri të mira për ligjin e medias audiovizuale, duhet të ketë një uri të mira për ligjin e prokurimit publik, duhet të ketë një uri të mira për kodin e procedurës administrative, po ashtu dhe atë të punës. Pasi në ushtrimin e detyrës shumë nga të zgjedhurit mundet që të kalojnë domethënë këto kompetenca nga mosnjohja ose nga njohja autodidakte, pasi dhe vetë ligji referon që drejtuesit e zgjedhur të kenë eksperjenca më shumë në fushën e medias. Pra nuk është se promovon ata që të jenë menaxher domethënë të mirëfillt. Radio Televizioni Publik Shqiptar në këndvështrimin tim dhe njohjen time të disa viteve si drejtues i saj dhe i zgjedhur nga Kuvendi i Shqipërisë si antar i Këshillit Drejtues, po ashtu do thonë edhe në cilësinë e një prej
relatorëve prej 4 vitesh të artimit të ligjit ekzistues, një vendimi i Kuvendit të Shqipërisë që unë pa ekuivok e quaj një investim shumë të madh në eksperiencën time, ku ka qenë vendimi për të qenë relator për 4 vjet me zotin Mark Marku në komisionin bipartizan i cili mbikëqyrë nga Komisioni Evropian për artimin e ligjit për mediat audiovizuale. Është një eksperiencë që më ka mësuar për të kuptuar se sa të rëndësishme janë instrumentat legal për mbrojtjen dhe imunizimin e institucionit nga fenomene siç është konflikti i interesit. Shumë drejtues të zgjedhur të gjitha profesioneve rrekin dhe vrapojnë në thënë tek pa e njohur këtë duke aplikuar për të qenë në thënë tek profesioni i tyre, pra duke qenë tek artisti, atë karrigen e antarit e shikojnë në thënë si një mundësi dhe nuk e kuptojnë që konflikti i interesit është baza do të thënë e ushtrimit të detyrës. Do dëshiroja që këtij komisionit ti vija në dukje disa eksperienca pozitive që shumë nga të zgjedhur për kontaktet që kanë pasur, edhe pse kanë arritur të kenë mandate 1 dhe 2 në drejtimin e Radio-Televizionit Publik Shqiptar, nuk kanë arritur të kuptojnë elementet bazë se si dhe ku mbështetet ky institucion, transmetuesi publik. Fatmirësisht, shtyllat janë të markës EU, që do të thotë vetë ligji është financuar dhe mbështetur nga Komisioni Evropian, pra ka markën EU. Radio-Televizioni Publik Shqiptar ka instrumenta shumë të mirë mbrojtës financiar dhe programor, siç është European Broadcast Union, pra Bashkimi i Radio-Televizioneve Publike Europiane, e cila i jep prioritet në raport me televizionet komerciale dhe radiot komerciale. I jep prioritet në anën programore, por dhe anën institucionale përfaqësuese. Aty pikërisht desha të qëndroja se disa vendimet në vite me radhë, kur theme vite do të që kanë kalojnë dhe dekada, janë keq përdorur. Pra këto statuse që ka RTS-ja si antare e Bashkimit Evropian të Radio-Televizioneve Publike, në përfitimin të drejtave televizive, siç janë kampionatet botërore të futbollit europiane apo eventet të tjera ndërkombëtare, janë shitur tek komercialet duke cënuar qoftë ekskluzivitetet, anën programore, statusin e RTS-s dhe padyshim duke çuar në konflikte interesi dhe abuzivizmi. Pikërisht për këto, shpeshherë Këshilli Drejtues që është dhe kompetenca e tij në vendimarrje nuk ka qenë i qartë. Eutelsati, për këtë do të thënë padyshim e them me krenari që është e vetmja korporat Radio-Televizioni Publik Shqiptar me të gjitha hallet apo problematikat që ka nga pikpamja e mos funksionimit institucional, është e vetmja korporat publike në Shqipëri që ka aksione në bursë. Dhe këtë do të thënë shpeshherë me ato kontaktet që kanë pasur pas herë me përfaqësues të zgjedhur të RTS-s, të Këshillit Drejtues apo do të thënë dhe drejtues, pavarësisht viteve të tyre në drejtim, nuk e kishin mësuar asnjëherë. Kujtonin se merrin kuota nga antarësimi. Jo, RTS përfaqëson shtetin shqiptar në kompaninë Eutelsat SHA, që është një kompani tregtare, që ka 49 satelit dhe fatmirësisht sot kuotat e saj vlen $3 milion dhe marrin para çdo vit. Kjo në këndvështrimin tim është edhe cilësia atyre që zgjidhen, sepse nuk arrin dot ta njohin vetë institucionin. Eurovisioni, edhe ky është përsëri një themel dhe një shtyllë shumë e rëndësishme ku mbështetet Radio-Televizioni Shqiptar. Kjo për shkak të përparësive që i jep në raport me komercialet për të përfaqësuar në një nga eventet më të mëdha botërore të muzikës. E këto janë disa nga shtyllat që mbajnë markën EU dhe RTS-ja është prioritare. Po çfarë e bën transmetuesin publik që të mos jetë prioritar në audiencë, të mos jetë prioritar në treg?
në mendimin tim, rënja e kuotave të audiencës është edhe pjesa e rënjes cilësisë së menaxhimit dhe të drejtimit. Dhe në këtë pikpamje është një kontribut edhe i Kuvendit të Shqipërisë me të zgjedhurit që bën për transmetuesin publik për ta imunizuar nga fenomene siç janë ato të komercializimit të produktit. Pra, RTS nuk drejtohet nga kodi familjes. Shumë televizione dhe radio në Shqipëri, nga ato më të rëndësishmet, kanë kodin e familjes, sepse janë që të gjitha televizione që i përkasin familjeve të caktuara. Pikërisht për këtë ligji ka ngritur instrumenta mbrojtës dhe i ka dhënë radio televizionit publik shqiptar edhe atë çfarë shqiptarët paguajnë, që është taksa për aparat. Dhe e jep këtë edhe pse shqiptarët shikojnë TV Klanin, Top Channelin, Vizionin, News 24 apo domethënë Report TV, të gjitha televizionet e tjera, dhe drejta është në një farë mënyre që kjo të shpërndahet, por jo, sipas legjislacionit europian, ndërkombëtar, të aki komuniter, vetë konceptet janë që këtë e përfiton transmetuesi publik për shkak sepse duhet të mbrohet nga komercializimi dhe pikërisht nga interesat private. E këtu realisht duhet që të ketë një ndarje thelbësore në konceptin tim, do të thënë edhe si një menaxher i vjetër, do të thënë i shumë strukturave, do të thënë publike. Po, zoti Dalipi, për efekt kohë do t'i lutesha që ta përmbyllni. Jo, vazhdoni, vetëm përpiquni që këto janë koncepte. Thash edhe një herë, do të thënë, për mua emergjenca është reforma strukturore të thella dhe ngritja e instrumenteve mbrojtës për konfliktin e interesit të vendimarrjeve, të mos vendimarrjeve dhe të funksionalitetit të RTS-s si transmetues, do të thënë, publik. Ju kërkoj ndjes për ndërprerjen, po kemi 2 ditë të gjata dhe prandaj unë ju falenderoj shumë për dhe ne ju falenderojmë, ndërkohë nuk e di kolegët kanë ndonjë pyetje? Jo. Atëre shumë faleminderit zoti Dalipi dhe ju urojmë shumë suksese për kandidimin tuaj. Vërtet faleminderit për platformën që prezantuat. Dhe kandidati i fundit është zoti Fatjon Hoxhalli. Dhe me këtë kandidat ne e mbyllim seancën dëgjimore për kandidatët për kryetar për Këshillin Drejtues Radio Televizionit Shqiptar. Zoti Hoxhalli, shumë faleminderit për kandidimin tuaj. Ne jemi njohur me CV-n tuaj, me dokumentacionin. Prandaj do të kërkonim, përderisa kemi patë një ditë shumë të gjatë, do të kërkonim që të fokusoheni direkt në temë. Pse keni kandiduar, çfarë të reje do të sillni Këshillin Drejtues Radio Televizionit Shqiptar, cilat janë ambicjet tuaja në lidhje me këtë detyrë. Fjala për ju. Faleminderit. Në fakt unë kam bërë një përmbledhje të vogël, të shkurtër. Së pari ju falenderoj për mundësinë që më dhat për të ndarë me ju vizionin dhe angazhimin tim për Radio Televizionin Publik Shqiptar. Unë jam Fatjon Hoxhalli, i diplomuar në drejtësi pranë Universitetit të Pavias në Itali. Gjatë 11 viteve të karrierës sime, kam pasur privilegjin të punoj si në sektorin publik, ashtu edhe në sektorin privat, duke ndërtruar eksperjenca në menaxhim, komunikim institucional dhe zhvillim të politikave publike. Kjo eksperiencë më ka mundësuar të krijoj një vizion të qartë mbi sfidat dhe mundësitë që mediat publike mund të ofrojnë për shoqërinë shqiptare. Nëse do të besoj ky pozicion, angazhimi im do të jetë i përqendruar në zhvillimin e një institucioni mediatik që i shërben informacionit të saktë dhe të paanshëm, dhe është shembull i transparencës, inovacionit dhe përkushtimit ndaj cilësisë. Vitet e fundit të punës time kam pasur mundësinë të kontribuoj në disa reforma në sektorin publik. Më lejoni të veçoj Ministrinë e Mbrojtjes, ku kam qenë protagonist në disa projekte relevante edhe me këtë pozicion pune. Dhe sot, me krenari, konsideroj punë të cilat kanë zgjuar inovacion dhe tradita të jashtëzakonshme. Ato përfshin ngritjen e qendrës së inovacionit në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, një strukturë ekselente edhe në funksion të luftës kundër dezinformimit. Reforma disa dimensionale e arsimit ushtarak, riorganizimi i qendrës kulturës, medias dhe botimeve, apo ringritja pas dekadash inekzistence e orkestrës simfonike të forcave të armatosura. Përpos sektorit publik jam angazhuar në një periudhë disa vjeçare edhe në sektorin privat, ku veç të tjerash kam drejtuar gjësinë e zhvillimit të biznesit në një kompani të mirënjohur kërkimi tregu dhe konsulenca zhvillimore këtu në Shqipëri.
Dhe kam pasur mundësinë të kontribuoj në një sër projektesh në fushën e medias dhe të bashkëpunoj me donatorë dhe institucione të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Përvoja ime në menaxhim, si dhe formimi im në drejtësi, më ka ofruar një kuptim të thellë të kërkesave ligjore, teknike për një institucion mediatik publik siç është Radio Televizioni Publik Shqiptar. E shoh Radio Televizionin Publik Shqiptar jo thjesht si një media publike, por si një institucion me rëndësi kombëtare që ka detyrimin ligjor, etik dhe moral për të ruajtur dhe avancuar standardet më të larta profesionale, duke siguruar një informim të paanshëm dhe gjithëpërfshirës. Në këtë prizëm, më lejoni të përmend në mënyrë sintetike disa pika kryesore ku do të fokusohet vëmendja dhe kontributi im në Këshillin Drejtues të Radio Televizionit Publik Shqiptar. Dua ta nis me përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies. Transparenca është një nga elementët kryesor të funksionimit të çdo institucioni publik. Radio Televizioni Publik Shqiptar ka një detyrim të qartë për të bërë një shembull i transparencës në vendimarrje dhe në përdorimin e burimeve financiare. Angazhimi im do të përfshijë forcimin e mekanizmave të brendshëm të kontrollit dhe transparencës, si dhe publikimin e detajuar të shpenzimeve dhe aktiviteteve strategjike të Radio Televizionit Publik Shqiptar, përfshirë këtu edhe festivalin apo projekte të tjera të rëndësishme. Pika tjetër në vëmendje është digitalizimi, inovacioni dhe zhvillimi teknologjik. Në një epokë ku zhvillimet digjitale po formsojnë median, Radio Televizioni Publik Shqiptar duhet të jetë në pararojë të këtij procesi. Angazhimi im është që të kontribuoj në digitalizimin e Radio Televizionit Publik Shqiptar, përfshirë zhvillimin e platformave moderne të transmetimit, si ato mobile apo on demand. Ky transformim do të mundsojë rritjen e angazhimit të audiencës duke e sjellë Radio Televizionin Publik Shqiptar më pranë nevojave dhe interesave të publikut, si do të shtojë mundësinë e shpërndarjes së përmbajtjeve dhe përmes platformave të tjera digjitale. Një prioritet i veçantë do të jetë edhe digitalizimi i arkivës, e cila përfaqëson një pasuri të çmuar kombëtare. Një tjetër pikë ku dua të ndalem është diversifikimi i përmbajtjes dhe rritja e cilësisë. Radio Televizioni Publik Shqiptar duhet të reflektojë pasqyrën e larmishme të shoqërisë shqiptare dhe të ofrojë përmbajtje që i shërben çdo grupi demografik, ku çdo kategori e çdo komunitet ndihet i përfaqësuar dhe i respektuar. Është domosdoshme të krijohen programe të cilat kanë në fokus kombinimin e informacionit të besueshëm me edukimin, kulturën dhe argëtimin, duke përdorur gjithashtu formatet inovative të transmetimit siç janë ato në internet, podcaste apo aplikacione mobile. Më shumë rëndësi duhet kushtuar programeve edukative për të rinjtë dhe fëmijët, apo programeve që promovojnë vlerat e familjes. Duke qenë se vëmendja e fëmijëve dhe të rinjve është shumë e sfiduar nga mënyrat e shpejta të argëtimit online, që shpeshherë janë të pakontrolluara, është e rëndësishme të krijojnë për ta një hapësirë ku të ndihen protagonist duke u edukuar nëpërmjet argëtimit. Me krijimin e kanalit tematik RTS Shkolla është hapur një hapësirë e rëndësishme për edukimin, por këndvështrimi im është ai ende nuk ofron një larmi të mjaftueshme elementësh dhe instrumentash të rreqësh për të rinjtë dhe fëmijët. Për ta kthyer në një kanal tematik të mirëfillt dhe të dashur për ta, është e nevojshme një qasje më dinamike dhe inovative në përmbajtje. Gjithashtu është e rëndësishme të përmendim këtu edhe gjuhën e shenjave, element që Radio Televizioni Publik Shqiptar e ka detyrim ligjor. Forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe trajnimi i stafit është një tjetër element ku do të fokusohem gjatë detyrës sime. Në një botë që ndryshon me ritme të shpejta, bashkëpunimi ndërkombëtar luan një rol kyç në zhvillimin e standardeve dhe praktikave më të mira në media. Radio Televizioni Publik Shqiptar ka ndërtuar një traditë të fortë bashkëpunimi me media dhe organizata kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe unë do të vjoj të forcoj këtë qasje për të ngritur nivelin e profesionalizmit dhe cilësinë brenda institucionit. Si shtëpia e medias në Shqipëri, Radio Televizioni Publik Shqiptar ka qenë dhe mbetet një vatër e rëndësishme për formimin e profesionistëve më të mirë të fushës. Megjithatë, për të përballur revolucionin e shpejtë të teknologjisë dhe standardeve mediatike, është e domosdoshme të investohet në zhvillimin e vazhdueshëm të stafit. Përmirësimi i profesionalizmit dhe krijimi i një klime pune më të sigurt dhe bashkëpunuese do të jenë në fokus duke garantuar një institucion dinamik dhe të përshtatshëm për sfidat e sahatmes. Edhe për ta mbyllur, pika e 5 e qasjes sime do të jetë diversifikimi i mënyrave të financimit dhe pavarësia financiare. Për të shtuar pavarësinë financiare dhe për të siguruar burimet të qëndrueshme, Radio Televizioni Publik Shqiptar duhet të eksplorojë mundësi të reja financimi. Shfrytëzimi i arkivës audiovizive
Zgjerimi i bashkëpunimeve me donator dhe zhvillimi i shërbimeve digjitale, aplikacioneve apo platformave on demand janë disa nga mënyrat që mund të rrisin të ardhurat e radio-televizionit publik shqiptar, duke siguruar një buxhet të qëndrueshëm, pa cënuar në asnjë moment detyrimin e natyrës publike të këtij institucioni. Unë besoj se me përvojën time të gjatë në menaxhim, drejtësi dhe zhvillim institucional mund të kontribuojë në forcimin dhe modernizimin e radio-televizionit publik shqiptar, duke e pozicionuar atë si një media moderne, inovative dhe të besueshme për të gjithë qytetarët shqiptar. Angazhimi im është të sjell një transformim fjalie fundit, të qëndrueshëm dhe të zhvilluar në përputhje me nevojat e kohës, duke përqendruar në transparencë, cilësi dhe teknologji. Ju faleminderit. Zoti Hoxhalli, shumë faleminderit për prezantimin tuaj. Nuk e di kolegët nëse kanë ndonjë pyetje. Po, zoti Spaho ka një ndërhyrje, pyetje apo koment? Po. Së pari dua ta falenderoj zotin Hoxhalli që ka ardhur sot. Në fakt nga kandidatët të gjithë ishin shumë mirë, po ajo që është për të veçuar që në një moshë kaq të re dhe me kaq eksperiencë dhe që aspiron për të bërë kryetar i Këshillit Lart Drejtues, besoj që ka vërtet nevojë ai këshill drejtues për njerëz të ri, të cilët kanë frymë dhe vizion të re. Ajo që më ranë, eksakt. Ajo që më pëlqeu që nuk u cek nga kandidatët e tjerë që është për të vlerësuar është programe për të promovuar vlerat e familjes. Kaq shumë nevojë kemi sot për këto programe sepse rinia po drejtohet drejt programeve të cilët kanë vetëm formë, por nuk kanë përmbajtje. Faleminderit. Po, ndërhyrje me vend, zoti Spaho, zoti Hoxhalli, shumë faleminderit dhe ne këtu e mbyllim mbledhjen me të gjitha dëgjesat edhe për kandidatët për antar dhe për kandidatët për kryetar të Këshillit Drejtues Radio Televizionit Shqiptar. Një ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi shumë shpejt me mbledhjen e radhës, e cila ka në rendin e ditës për zgjedhjen e kandidatëve që do të shkojnë në seancën plenare. Faleminderit kolegë.
Mirëdita të nderuar kolegë, hapim mbledhjen e Komisionit të Edukimit me tematik për zgjedhjen e kandidatëve për seancën plenare për anëtarë të Këshillit Drejtues dhe pika e dytë për zgjedhjen e kandidatëve për kryetar të Këshillit Drejtues së Radio Televizionit Shqiptar. Siç e dini, kemi bërë seanca maraton dëgjesash për anëtarë dhe për kryetar, duke i dhënë standardet më të mira të profesionalizmit për Këshillin Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Uroj që ata që kemi dëgjuar dhe ata që më pas ne do të votojmë të jenë në lartësinë e detyrës, të zbatojnë ligjin dhe të qëndrojnë atyre fjalëve që thanë këtu për të ndjekur interesin publik dhe interesin e audiencës. Në bazë të rregullores të nenit 35.2 të rregullores, zona Tahiraj dhe zona Xhake ju ftoj që të marrin pjesë në një votim për ta bërë mbledhjen e mbyllur. Është një propozim që vjen për shkak të traditës së komisionit dhe për faktit që kur gjykohet për emra të veçantë nuk duhet marrin ndonjë ngarkesë, sepse dua ta them edhe tani që jemi publikisht që ne kemi vlerësinë maksimal për të 68 kandidatët dhe është një përzgjedhje mes të mirëve, por 10 janë vendet vakante për antar. Atëherë, kush është dakord që mbledhja të vazhdojë e mbyllur? Kush është kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet që mbledhja vazhdon me dyert të mbyllura, mbyllim lidhjen live dhe më pas vazhdojmë me përzgjedhjen e antarëve dhe kryetarëve.